Dhe Partia Socialiste dhe janë Edi Rama, Ogerta Manastirliu, Elisa Spiropali, Lindita Nikola, Taulant Balla, Adea Pirdeni, Albana Koçi, Uigli Asani, Delina Ibrahima, Ilva Gjuzi, Iris Luarasi, Erion Mala. Nga lista e hapur, Blendi Gonxha, më i votuari me 8.085 vota, Ervin Hoxha, 4.317 vota, Fatmir Gjafaj, 3.803 vota, pra nga lista e hapur janë këta, Erion Braçe, përsëri nga lista e hapur, 3.753 vota, merr mandatin e deputetit Ornaldo Rakipi, 2.807, Antonella Dedej, 1.976, Anila Denaj, 1.403. Shikoni më pas edhe renditjen për gjithë kandidatët e tjerë, Klotilda Bushka, është në listë më pas me 1.123 pa marrë mandatin e deputetit. Këto janë të dhënat pra, 311 qendra votimit numëruara nga 1.282, është shumë larg Tirana ende me mbylljen e procesit të numërimit të votave për kandidatët dhe votën preferenciale. Shohim pak Partinë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. 13 mandatet që janë për Tiranën, Sali Berisha, Flamur Nok, Albana Vokshi, Belind Këlliçi, Tedi Blushi, Josefina Topalli, Fatmir Mediu, Edi Paloka, Erisa Gjigjo, Mesila Doda, Klevis Balliu, Besar Gjaferi janë të listës së mbyllur dhe kanë mandatin e deputetit në Kuvendin e Shqipërisë. Ndërkohë, nga lista e hapur fiton mandatin e deputetit Ilir Ali Mehmeti me 4.287 vota. Ndjekur tani nga Jorida Tabaku me 4.079 vota, ju e shikoni ka një diferencë deri diku të ngushtë me Loranca Hoxhën me 2.454 vota është larg. Pra ka diferencë të vogël me zotin Ali Mehmeti, ndërsa Loranca Hoxha ka, le të themi, më shumë diferencë me kandidatin tjetër që është Jorida Tabaku. Gjithsesi, më poshtë janë emrat, Myslim Murizi, 1.600 vota, Ilir Metaj, 1.535, Aslan Dojani e me radhë. Ishim në Tiranë.